Në emër të Allahut, Mëshirëplotit, Mëshirëdhëruesit. Të nderuar besimtar e besimtare. Pas një muaji përkushtimi, sakrifice dhe adhurimi gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, ne besimtarët musliman festojmë Fitr Bajramin me zemra të mbushura me falënderim ndaj Zotit, me shpresë, solidaritet dhe mirësi ndaj njëri tjetrit. Kjo festë e madhe është një moment reflektimi, faljeje dhe forcimi të lidhjeve familjare e shoqërore. Le të jetë kjo festë një nxitje për të vazhduar rrugën e mirësisë, drejtësisë dhe përkushtimit në shërbim të së mirës së përbashkët. Lutim Zotin e Madhërisëm që të pranoj agjërimin, sadakat, lutjet dhe veprat e mira të gjithë besimtarëve, si dhe të dhuroj paqe, shëndet, begati dhe harmoni në familjet dhe në shoqërinë tonë. Në emër të muftinisë së Tetovës, në emër të gjithë hoxhallarëve dhe këshilltarëve të xhamive tona, si dhe në emrin tim personal, urojmë që kjo festë e bekuar të sjellë gëzim, mirësi dhe lumturi në mesin tonë. Gëzuar Fitr Bajramin. Paqja, mëshira dhe begatia e Zotit qofshin mbi ju dhe familjet tuaja.